Kontrolli i lartë i shtetit ka prezantuar një raport kritik në nën Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik mbi efektivitetin dhe sigurinë e barnave në Shqipëri për periudhën 2020-2023. Sipas KLSH-s, sistemi i mbrojtjes së shëndetit publik ka dështuar në disa hallka kyçe. Gjetjet tregojnë se ndryshimet ligjore të vitit 2014 lejuan hyrjen në treg të barnave që nuk plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian. Në përgjigje të pyetjes kryesore, rezulton se ky sistem nuk funksionon në mënyrë të plotë dhe efektive, pasi evidentohen mangësi të rëndësishme në kuadrin ligjor, në mekanizmat e kontrollit dhe në bashkëpunimin ndërinstitucional, të cilat ndikojnë drejt për drejt në nivelin e sigurisë së barnave dhe në mbrojtjen e shëndetit publik. Në mënyrë më të thjeshtë, përgjigjja që del nga auditimi është se sistemi ekziston në formë ligjore dhe institucionale, por nuk funksionon ende në mënyrë të plotë, të qëndrueshme dhe efektive. Kjo nuk kupton se disa barna mund të hyjnë në treg pa kaluar më parë filtrin e analizës fiziko-kimike dhe bakteriologjike nga laboratori shtetëror. Ky është një risk i rëndësishëm sepse në mungesë të analizimit laboratorik, institucionet nuk kanë siguri të plotë mbi cilësinë reale të produktit që vendoset në qarkullim. Kjo problematik bëhet dhe më e ndjeshme për faktin se për barnat e pa autorizuara nuk vendosen të njëjtat kufizime si për barnat e autorizuara, lidhur me vendet nga të cilat mund të importohen. Auditimi thekson se importimi i barnave pa autorizim tregtimi mund të realizohet edhe nga vende të treta, ndërkohë që nuk kërkohet detyrimisht analiza laboratorike e mostrave. Pra, sistemi këtu humbet dy filtra sigurie njëkohësisht, kufizimin e origjinës dhe kontrollin laboratorik para qarkullimit. Ose thënë ndryshe, shteti nuk ka mekanizëm të mjaftueshëm për të verifikuar në mënyrë të pavarur nëse një bar i paregjistruar që hyn në vend është realisht i sigurt dhe cilësor. Problematika më e rëndë lidhet me mungesën e analizave laboratorike. Për vitin 2020 nuk është kryer asnjë analizë për 740 autorizime tregtimi, ndërsa në vitet pasardhëse janë analizuar më pak se gjysma e mostrave. KLSH ngre alarmin edhe për mungesën e sistemit track and trace, gjë që e bën të pamundur gjurmimin e barnave problematike dhe tërheqjen e tyre të menjëhershme nga tregu.